Përshëndetje të nderuar teleshikues të Akronis TV. Jemi këtë premte në emisionin Kuvend, si për herë këtu me të ftuar, ndërkohë që të marrën e kemi ndryshe, me reportazhe dhe me gjëra të bukura. Çfarë do trajtojmë sot? Ndërkohë që unë mora pjesë në një promovim libri, madje edhe si moderator, po mendoja, pasi mbarun po mendoja që pse mos t'ua japim këtë promovim edhe shikuesve të televizionit tonë dhe jo vetëm. Sepse vërtet nuk ishte çështja ke mënyra e moderimit as te përmbajtja thjesht e një promovimi, po tek libri. Gjithsesi para se të shkoj tek libri, unë po bëja një analizë me veten. Thoya çfarë ka ndodhur para 1000 vitesh, para 2000 vitesh në këtë vend me qenie njerëzore. Kur janë smur, nga luftat e ndryshme. Si ja kanë dalë për të mbijetuar? Dihet që ka patur epidemi të shumta, ka patur normal të plagosur, me smundje të rënda etj, si ja kanë dalë në atë kohë. Dhe shoh për të lidhur atë gjeneratën e kaheshme të mira vjeçare me gjeneratën e sotme. Dhe në gjeneratën e sotme, qëse flitet për zonat tona, pra flitet edhe për Mirditën, po flitet për Shkodrën, për Lezhën, e me radhë në Shqipërinë e epërme, pikërisht për mjekësinë, unë pash një diçka të veçantë se radhë në Shkodër me një nga mjek më të mirë të kardiologjisë që është miritor, por që është në Austri. Dhe du ta nis me këtë, fillimisht ju të shihni, çfarë ndërhyrje ka bërë në spitalin e Shkodrës Aurel Toma. Pastaj do t'ju prezantoj me dy ftuar që kam këtu në studio. Do ta fillojmë muhabetin pak pikërisht për këtë gjë të veçantë që ka ndodhur nga një shqiptar, nga një djalë i ri, nga një miritor i ri, pikërisht në një prej klinikave më të famshme në Austri, pse jo edhe në botë. Ndiqni pak Aurel Tomën. Një tjetër histori suksesi është shënjuar në repartin e hemodinamikës të Spitalit Rajonal të Shkodrës. Mjekët kardiolog me përvojë ndërkombëtare Aurel Toma dhe Florim Cuculi realizuan me sukses dy ndërhyrje në zemër me procedurë moderne, ku kamera RTSH ndoqi nga afër të gjithë procesin. Mjeku kardiolog Aurel Toma ka realizuar ndërhyrjen kirurgjikale në zemër, ku përdor imazheri moderne që aplikohet për herë të parë në Shqipëri, duke arritur të ndërhyjet me kamera termike brenda arterieve të pacientit. Përdorim një imazheri që është me të vërtetë për herë të parë edhe në Shqipëri, duke bërë të mundur për të parë imazhet brenda me një kamerë, brenda arterieve të pacientit, për të vlerësuar sa më mirë sa është diametri, sa është gjatësia e stendit. Mjeku Aurel Toma tregon se si arrin të realizojë hapjen e arterieve me mbyllje kronike të zemrës, pa ndërhyrje kirurgjikale, pa hapje të kraherorit apo bypass, siç njihet ndryshe. Edhe para 10 vitesh, edhe në Gjermani këto raste u bëshin me bypass, por edhe në Shqipëri trajtohet me bypass, që është një modalitet shumë është i pranueshëm dhe është një mundësi trajtimi, por në këtë rast ne vendosim që ta bënim me stent, me një procedurë zgjatje gjithsej më pak se 1 orë, edhe jemi të sigurt që kjo rezultat do të jetë shumë afatgjate për pacientin. Përmes një teknike mini-invazive që pak spitale në Europë kryejnë, Dr. Toma bën të mundur rikthimin e funksionit normal të arterieve të bllokuara të zemrës. Pasi ndoqim të kronik shumë interesante, unë du të prezantoj dy të ftuar dhe kuptoj se për çfarë do flasim, për shëndetësinë, por në një kan pak më ndryshe, për një libër shumë të veçantë. Unë zakonisht kur marr për të nxjerrë diçka që ka të bëjë me libra, jam shumë selektiv. Selektiv në përmbajtjen e tij dhe në qasjet dhe çfarë i sjell publikut edhe shkencërisht. Kështu që një libër që besoj të gjithë du ta keni nëpër biblioteka tuaja dhe ja vlen sidomos shëndetësia. Tu kam zotin Paul Doda, doktorin stomatolog të Mirdita Dental, stomatolog i famshëm i Mirditës për vitesh e vitesh, Paul Misero në emision. Si e gjete? Atëherë, Paul, do të bëjmë një kuvend që lidhet me shëndetësinë. Kuvendi i Lezhës me shëndetësinë, domethënë, është shumë e rëndësishëm që ne dimë me bën kuvend edhe në fushën e shëndetësisë. Okej. Në krahun tjetër kam zotin Nikol Loka, që është doktor i shkencave, dhe Nikola është një studius i mirëfillt, monograf, dhe është, si thush, personi që ka sjell anë historike në mënyrë shumë të kalkuluar, shumë bukur në librin Historia e zhvillimit të shëndetësisë në Mirditë.
Mirë se erdhe Nikol në kuvent. Mirë se u gjetë. Tani ti je mësuar me bën kuvent përmes librave, monografive, studimeve me radhë, por sot do ta sillim për publikun e gjanë, domethënë. Ta shkoklojmë pak librin që ju keni realizuar. Po, është gjetje e bukur. Është gjetje e bukur. Komunikojmë me të gjithë teleshikuesit. Pikërisht, nga herë mlidhen promovime, mlidhen 50, 100 tjerë më radhë, por është mirë të ketë pse jo, një libër të denjë le ta japim për publikun. Atëherë, doktor Pali, ju e pat atë të Aurelton. A e ke menduar ndonjëherë që një djalë që lidhet me mjekësinë e mirë, pra lidhet me teatrin, me gjyshin, me diçka tjetër, domethënë, sepse edhe në libër pothuajse e keni përmend faktin e lidhjes brezave, domethënë trashëgimia e brezave. A ke menduar që mund të shkojë në atë nivel ku ishte Aurelton? Spari do themi këtë gjë që historia e shëndetësisë në mirë ditë nuk është më e lashta, por është shumë herët. Për arsye se nga dokumentat që janë kërkuar në histori për të nxjerrë sa më thellë këtë studim, tregon se historia e brezave që nga Pjetër Mjeku, që formohet edhe e trashëgon profesionin e tij tek i biri Bardhok Mjeku nga Kthella, edhe vim tek brezat e tjerë që vinë me radhë. Por rasti që u shfaq tani është krenari, vetëm për brezin tonë që ne, brezi që po vjen, po nxjerrim mjek me një staturë evropiane, gjithë po kërkojmë të shkojmë në Evropë, por ama nuk shkohet në Evropë as me takat dhe as fizikisht, shkohet me mendje. E një nga kjo që na bën të ndjehemi mirë, është që një djali, një kolegu tonë, Dedës, arrin nivelet të tilla në kardiologji në një nga spitalet më me emër të Austrisë, për mos me thënë se është standardit evropian, më të lartë evropian. Sot edhe, por me mirë se mjekët nga Mirdita janë afirmuar në për klinika evropiane, por ky vjen e kryen, Aureli vjen e bën shërbime kardiologjike të kësaj cilësie në Shqipëri. Dhe kjo është kënaqësia më e madhe 2 herë më shumë. Okej, ndërsa Nikol, si studiues, sepse ti ke studiuar me dokumenta, edhe ne do flasim gjatë kohës, po ti ke studiuar se çfarë ka ndodhur me historinë e shtetësisë. Dhe dokumentat japin atë gjenjen e errët, gjenjen e atrofizuese të mjekësisë në shekuj, në mijëra vjeçara, kur edhe vetë këtë bota, po sidomos Shqipëria dhe zonat tona atje kanë qenë në pikën më të keqe të mundshme që mund të ishte. Nuk mund të mendoj, po a ke thënë me veti po, duke shfletuar arkivat e historisë edhe me rastin e Aurelit, doktorit, me te që bëri kësaj radhe. Kjo është një proces i natyrshëm. Shqiptarët, mirëditorët, dhe të gjithë njerëzit e territorit tonë, shtetit tonë, tani po integrohen në për shkolla, në për klinika moderne, po përfitojnë edhe po tregojnë aftësitë e tyre. Këtu rasti Aurelit është marrja e përvojës më të mirë të mundshme dhe qumja e saj përtej asaj që njihet. Pra, Aurelin unë nuk e shoh vetëm si një mjek të mirë, por e shoh si një shkencëtar, si një njeri që tani po u paraprin zhvillimeve. Pra, jo vetëm pse punon në Vjenë, jo vetëm pse është drejtor i klinikës atje, por edhe për faktin se ai po zbaton një teknologji të re e cila akoma nuk ka hyrë në mënyrë të përgjithshme në spitalet e Europës, që janë spitalet natyrisht ndër më të përparuarit e botës. Pra, ne duhet jemi krenar dhe këta njerëz, jo vetëm Aureli, por ne kemi dhe Arben Leshen, që është djalin e doktor Mhillit, që është në Milano,
merret me studimet e problemeve të kancereve e tjerë, ose edhe të tjera akoma të njohur ose më pak njohur, që janë në proces. Ne kemi një plejadë mjekësh të talentuar dhe me rastin e Covidit, ne po me sa kompetencë nga e gjithë Europa dhe Amerika, mjekët tanë ishin në pararoj të zhvillimeve të luftës kundër Covidit edhe në rang bote. Ishin të zgjedhur, aty e pam se sa të zotët, sa të aftë janë. Po, okej. Kjo është, që ne do të diskutojmë edhe pas, jemi pjesën e fundit që diskutojmë, po tani kalim te libri. Te libri Historia e zhvillimit të shtetësisë në Mirdit. Doktor Pari ti ke qenë frymëzuesi i kësaj, pastaj Nikola ka qenë realizuesi i gjërave historike më shumë. Po i thuk shumë, dhe në fjalën që ke mbajtur aty, thuk shumë që kemi një takim me rrojën tonë, me punë atyre burra e grave që ndërtuan themelin e shërbimit shëndetësor në një kohë të vështirë, kur mundësitë ishin të pakta, pa maska, as doreza, as mjete, por vullneti ishte i hegur. Ata që me plot gojën mund të konsiderohen si heronj të heshtur. Ky libër cilin po promovojmë sot këtë ditë, ka pikërisht atë që duhet bërë prej kohësh. U ka kthyer zërin, u ka kthyer vendi historitë dhe mbi gjitha, u ka kthyer dinjitetin, kujtesën tonë kolektive. Jo shumë nga fushat e caktuara mendojmë për diçka të tillë. Kalon një eksperiencë gjatë. Por në këtë rast, kur të lindën shkëndijat e parë që Mirdita pse është si Mirdit të ketë një libër monografik të plotë? Janë shumë vite, për të cilët nuk e nisa në këtë plan, por nisa pak më thjesht. Për të duke krijuar një blog personal me stomatologët. Stomatologët në vite për të patur një arkiv personal për këtë grup. Pastaj edhe duke u bën libri Enciklopedia Mirditës dhe thash, këta dhe disa mjek që i kisha krijuar, i kisha në dosjet e mia. E thash, t'ja jap atyre që merreshin me këtë punë, po merreshin me librin e Enciklopedinë e Mirditës. Dhe kaluan gati të gjithë, u rikonfirmuan prezent me jetë shkrimet e tyre në këtë historik. Kjo ishte ajo dëshira për ta shtjelluar sa më shumë që këta persona që këta me i quaj tamam heroj që kanë punuar në atë kohë të vështirë, sepse shëndetësia dhe arsimi kanë qenë dy sektorët më të përpambetur sidomos në Malsi e në Mirdit veçanti, si zonë e mbyllur dhe e izoluar edhe nga perandoria osmane. Dhe kjo ka sjellë që shtesa natyrore e popullsisë ose shëndeti i popullsisë nuk vinte nga kujdesi shëndetësor, po vinte thjesht nga shtesa natyrore. Shumë nana tona, mund të them me bindje të plot, që shumë nana tona nuk i din numrin e fëmijëve që kanë lindur sepse i kanë lindur të vdekur ose kanë vdekur bashkë me fëmin. Dhe këta njerëz janë marrë fillimisht me këtë shëndetin kanë qenë mjek popullor. Këta sa do kujtesa popullore e folklorizmit të mundohet i ruaj familjet e tyre, këta harrohen. Dhe këtu ishte ajo pjesa që më intrigoi gjatë shumë dhe ju futa kësaj pune për të paktën për të shkruar diçka që të jetë e thjeshtë, nuk e mendova sepse unë nuk jam shkrimtar, nuk di të shkruaj gjërat. Dhe fillova të tentoj për të bërë diçka vetë. E pamundur dhe pastaj ju referova profesorit sepse ky është profesionist në të fushë. Dhe për të shkruar duhet të shkruajnë profesionistët. Jo, se ka gjë, që të ndalin vetëm pak në të metodologjia dhe pastaj do pyes Nikolën për to gjërat që janë fundamentale. Por zakonisht kur bën libra kështu ka thjesht një renditje, numeracion, pak qoka herë njëri herë tjetër kështu dhe del një libër që kaq për shembull. A mendove që duhet fut thellë tani, duhet luguar pak më thellë një histori? Puna, mendimi im nuk ishte për të kapur asnjë person, mos më ka fare me personazhe me emra. Të emrat të dilshin natyrshëm nga zhvillimi historik i shërbimit shëndetësor ndër vite, që nga hershmëria që mund të kishim ne. Nuk mund ta dim sot pasardhësit e Pjetër Mjekut. Por ama në arkiva ekziston ky.
nuk mund dim, ne të gjithë dim se Paulin Shtjali, Shejko Ldoda, Mark Mhill Leshi kanë qenë të parët pionerët e shëndetësisë në Vendas, sepse kanë ardhur, mund t'i quajmë në Vendas, sepse në Mirdit kanë ardhur më herët, kanë ardhur fillimisht kanë ardhur një mjek italian kur është hap minjera Rubikut, ose kanë ardhur në Shpal, mjek nga Shkodra për familjet e fisme që kanë shtruar aktivitetin. Por qëllimi jo nuk ishte, edhe imi personal, nuk ishte që të kapimi pas emrat, biles kjo erdhi në fund, 70 faqet e fundit që i kena riformulu këto, qëllimi ishte historiku i shëndetësisë pa politizim, pa asnjë gjë, përveç se një histori që të shkruhet dhe të lexohet nga brezat apo nga studiuesit e tjerë që do merren me këtë fushë. Po. Edhe sot më dolën para infermierët e parë, ata që janë mund të thush tamam pionerët e shërbimit, ku për një kinin, për një temperaturë që vdekshmëria nga malaria ishte e jashtëzakonshme nga tuberkulozi, ata kanë çrregulluar me qantë fshatra të tona, zona të tona të thella, nga Shkodra në Mirdit. E këta sot janë ndjehem mirë sepse kanë trashëgimtarët e tyre mjek. Si Gjondona, si emrat që... Okej, do flasim më pas edhe për të emrat që të mos i lëm pa përmend. Tani unë du të ndalim pak me Nikolën për historikun. Nikol, do më thënë, një libër, ta zonë për shëndetësinë, okej, fokusohet zakonisht ke emrat e caktuar, ke një epokë e caktuar. Po unë vuna re një gjë dhe me thënë drejtë kur më keni kërkuar që unë ta moderoj, e pash materialin, edhe e pash një monografi ndryshe, pash një histori shumë interesante dhe unë mase nuk do ta them si definicion të fundit, shterrues, kështu se s'mund të them që kam pa krit librat e shëndetësisë në Shqipëri, që janë bërë sidomos në këtë trajt, por mendoj që është një nga librat më interesant në Shqipëri sa i përket një monografi që lidhet me shëndetësinë, sepse kjo vërtet quhet historiku i zhvillimit të shëndetësisë Mirdit. Por në një farë mënyrë është edhe historiku i zhvillimit të shëndetësisë kombëtare. Kjo është shumë interesant. Pse u futet kaq thellë? Një e para dhe e dyta, ti thu kaq që është e vështirë të shkruash një histori të mjekësisë shqiptare gjatë periudhës pas bizantine, për shkak mungesës së dokumentacionit të arkivave apo të tjerë materiale në lidhje me shërbimin shëndetësor. Vargu i mjekëve të njohur në arbërit mesjetare ishte bukur i gjatë. Edhe vazhdon pastaj me gjëra të tjera që me Pjetër Mazrekun, i dërguari i Papës, i cili në vitin 1623-24 vizitoi Ballkanin, ku bën me dije për epidemitë të tjera me radhë. Do me thënë, të gjitha ato janë arkiv, arkiv filan, dokument, vetëm me dokument. Se shkove kaq thellë, Nikol? Apo nuk mund të lidhet dot historia tamam e shëndetësisë, po mos shkoje? Po çdo studi monografik duhet që treven krahinën, duhet ta vendosë në një kontekst kombëtar në mënyrë që të kuptojmë më mirë zhvillimet, sepse zhvillimet nuk mund të jenë kurrë krahinore, ato janë gjithnjë zhvillime kombëtare, janë më shumë se krahinore. Edhe për shkak se krahina bën pjesë në një trev të caktuar edhe merr jep pastaj me qendën, që në rastin tonë ishte Shkodra. Ne kemi dashur të themi se vim nga një traditë e vjetër, e mjekësisë sa asaj kohe, që mbështeti kryesisht në bimet mjekësore. Mjekësia është e re me zbulimin e antibiotikëve, pra Europa në shekullin e 18 ka bërë revolucionin e madh të luftimit smundjeve, se deri atëherë luftimi i smundjeve bëhej me vetëm shenjat e smundjes. Po, me bimë mjekësore, por nuk është se jepnin edhe ndonjë efekt shumë madh. Aty është revolucioni i madh, pas shekullit 18 e këtij. Për kushtet tona, pastaj ne kemi ardhur si trev, si vend në pushtim dhe si trev në rrethim. Këto janë kushtet tona, por ne kemi mbijetuar edhe si rezultat i aftësive që kanë pas disa njerëz të caktuar, të quajtur mjek popullor, të cilët kanë përballuar sa kanë mundur kurimin e njerëzve. Është bërë një luftë
për ta zgjatur jetën, për ta përmirësuar cilësinë e shëndetit, aq sa kemi patur mundësi. E vetmja gjë që ne nuk kishim mundësi, që duhet theksuar, janë lufta kundër sëmundjeve ngjitëse, për arsye se ato kërkonin vaksinat, vaksinat janë zbuluar shumë vonë, dhe kjo është një dukuri botërore në fakt. Por te ne ka ardhur akoma më vonë. Këtu ka dokumenta ku çfarë kanë bërë epidemitë, po them që në vitin 1600. Por edhe 1855 ku e sjella 50-55 ku e sjell për fjala vjen epidemia kolerës që preku gjithë fshatrat e zonës Shkodrës dhe të Lezhës. Po te populli jon kemi disa emërtime. Ka vdekur nga Moria. Po. Ka vdekur nga Pika. nga Teshagjans. Po. Nga Emërtesa popullore Hasalliku, e tjerë që ishte Verdza e tjerë. Pra, janë evidentuar, por në thelb nuk janë zbuluar se çfarë sëmundjesh janë. Dhe kanë ikur një mos shumë e madhe njerëz relacionet kishtare. Po pra, se relacion kishtare, se po, që e ke thënë pra, edhe për Mazrekun, që thot, bilis thot për Murtajen, Tazan Murtaja, thot që kishë shpërthyer në Kinë një ndi dhe ka ndjek rrugë tregtare. Tani, sa ka qenë ekspozuar Arbëria, po them, ose Shqipëria dikushme? Po, sigurisht. Durrësi, Shkodra ishin portat të hyrjes, edhe është e pamundur, ishin sëmundje ngjitëse ato. Kontrollet, karantinat kanë qenë primitive atëherë, kur sëmundja nuk ishte shfaqplotësisht, nuk evidentohej. Kështu që kanë ardhur këtu, por këtu në ndryshim nga vendet e tjera, në perëndim, këtu nuk ishte profilaksi, nuk ishte izolim, nuk ishte masat karantinës. Dhe për herë të parë i sollën konsulatat, kur sollën familjet dhe erdhën vetë këtu, u shqetësuan për shëndetin e vetë. Se plasi epidemia në Shkodër, atëherë ç'a do bëjmë, thënë, për vete. E me këtë rast lindi edhe shërbimi i profilaksisë parandalues për të luftuar sëmundjet ngjitëse. Në fillim, atë probleme kuptohet sepse s'ishin mundësitë e mjekimit, por nisi aty me austro-hungarezët në Shkodër, edhe vazhdoi pastaj në kohën e shtetit shqiptar të viteve 1920-39 u bë e mundur të institucionalizohet si organizëm shtetëror një qendër e luftimit të këtyre sëmundjeve ngjitëse. Okej, të vim pak më kështu, okej, nga 1900 e këtej, po them kështu, mase e ke pas më të lehtë me has në dokumentacion. Por në pjesën para, ku i ke siguru arkivat, cilat arkiva ke studiu dhe sa dokumentacion ka në librin që ju keni nxjerrë? Tani, dokumentat tanë janë arkivor të perandorisë që janë të pakët, sepse perandoria vetë nuk bënde vaksinim edhe nuk merrej me sëmundjet shumë. Ajo u interesu për raportet ushtarake. E krijoi mjekësinë ushtarake, për plagosjen. Ndërsa për sëmundjet e tjera u mund shumë pak. Përvoja na erdhi nga perëndimi, edhe mjekët e parë janë nga perëndimi, Austria, Italia, më shumë, edhe vende të tjera, Franca, pastaj edhe të tjera. Tani ky zhvillim pastaj erdhi gradualisht, vit pas viti, duke me shtimin e mjekëve u përmirësua sistemi shëndetësor dhe u krijuan disa qendra si Shkodra për shembull dhe Durrësi, që ishin dy qytete të rëndësishme, më vonë edhe Korça, edhe Gjirokastra, edhe Elbasani, kështu erdhi Manastiri, erdhi Shkupi. Gradualisht pra, me shtimin e mjekëve, u shtua dhe kujdesi shëndetësor. Por kishte probleme, sepse kujdesi shëndetësor, për shembull, për veriun merrej në Shkodër. Po, okej, Pal, si të tash ta bëjmë pjesë bisedës dhe Pal. Pal, domethënë, a ke vënë që Nikola është ndalë të Shkodra? Vënë i gjatë, veçantë, ke Shkodrën. Mi po, unë fakt e thash atë ditë në promovim, ka i gjatë me Shkodrën, se janë edhe anë kulturore, pa që me abatin, por edhe prinsnien, kapitani e tjerë. Gjithmonë
kanë pas një lidhje të fortë shumë gjëra Lidhje më shkurtër, mirë dita, me Shkodrën, po Nikolla ka nik shumë, a ka nik shumë me Shkodrën, a i ke thënë që ke nik shumë aty? Jo, nuk niti shumë, sepse kjo është gati ta qush qendra e Mirdita si qendër tregtare dhe qendër shërbimesh, kryesisht si qytet ka patur Shkodrën në afërsi. Kryesisht nuk ishte punë se rrugët nacionale mungojshin. Atëherë rruga ishte e vetmja rrugë ishte rruga karvaneve për Shkodrën. Rruga madhe që e kanë bën kamp. Kjo ishte rruga më shkurtër dhe rruga ku plotësoheshin nevojat për popullatën. Edhe shërbimi shëndetësor, familjet që kishin një mundësi me anë të këtyre karvaneve ose me mjete kryesisht rrethanore, kafshë, me këtë lëvizje, ishin për Shkodrën trajtoheshin. Spitali I parë edhe për Mirditën që ka shërbyer, edhe administrativisht nga në kohën e mbretërisë, Shkodra ka qenë qendra, ku kishte shtretër për ata që kishin mundësi për të ushtruar. Okej, e qartë. Por ndryshimi ishte më mbrapa. Po Nikon do ta pyes pak më thellë, domethënë, okej. Është pjesa më natyrore që ne të flasim për lidhjen direkte me Shkodrën, bile dhe pas edhe në kohën e mbretërisë, edhe në kohën e regjimit komunist, Shkodra, prefektura e Mirdita ishte e varur për këto shërbime nga prefektura e Shkodrës, edhe arkivi kryesisht bazë ka qenë I Shkodrës dhe pastaj I Tiranës. Shiko Nikol, ti domethënë ke momentet që ndalesh goxha domethënë ndalesh në Shkodër, edhe si thush kemi spitalet e para në Shkodër, pra po them pas 1890-1890 diçka kështu. Spitalet e para në Shqipëri. Spitalet e para në Shqipëri? Në Shqipëri janë në Shkodër. Pse Shkodra kështu? Po sepse Shkodra. Ndërkohë Gledi siç që kam te montazhi ka për të na shoqëruar këto me foto. Kemi fotot e spitalet vjetra janë austro-hungareze më duket. Edhe do I shohim pastaj, do t'i shohim. Po, vazhdo. Tani Shkodra u zhvillua si qyteti kryesor I Shqipërisë, ishte qenë qendër vilajeti, ishte vendi ku kishte shumë konsulata, trup diplomatik, aty u krijua dhe aristokracia vendase, njerëz shkolluar, erdhën edhe mjekët e parë, sigurisht kjo prurje e mjekëve, ky zhvillim ekonomik, sepse Shkodra filloi edhe zhvillimi kapitalist, u kriju borgjezia re. Borgjezia kishte pretendime edhe për kushtet e jetesës, për ta nxjerrë vendin nga propametja. Pra, është vetë misioni I kësaj shtrese të pasur, e cila edhe për interesat e veta kërkon që ta përmirësojë jetesën. Plus kësaj, Shkodra gjithnjë synoi edhe nga fuqitë e huaja, edhe kur vinin ato, sillin me vete edhe personelin mjekësor. Nga këto, për hir të vërtetës, kanë përfituar edhe shqiptarët. Pavarësisht se ata ishin për interesat e vet. Aty. Po, tani gjatë kësaj kohë, për them, këtyre viteve kanë shkuar mirditorë atje? Po, dua të theksoj këtë. Mirditorët kanë shkuar gjithmonë. Po. Por gjithmonë linin dy probleme. Problemi I parë para shtetit shqiptar ishte përballimi I shpenzimeve për të smurt. Pra, spitali ishte me pagesë. Deri në vitin 1920. E dyta ishte e përballon një smuri që me kal, për shembull, me shku e përballon dhe nga ana fizike një udhtim aq gjatë, sepse shumë herë vdisnin në rrugë. Dhe problemi I tretë, që ka vazhduar edhe gjatë monarkisë e shtetit shqiptar, ishte nëse vdiste atje, çfarë do bëjmë me këto? Dhe këto u zgjidhën sipas kushteve. E para, në periudhën deri në vitin 1920 shkonin vetëm të pasurit. Atje, sepse vetëm ata mund të paguajnë. Se e përmendti, familjet që ishin kamera, princnit, bajraktarët e tjerë me radhë. E dyta, ata që nuk ishin aq të smur sa mos të përballonin udhëtimin. Nëse dikush ishte shumë I smur dhe vdiste në rrugë, nuk e qonin. Dhe problemi I tretë, kushdo që vdiste në Shkodër, varrosi në Shkodër. Varrosi në Shkodër?
Nuk vinin në fshatra. Interesant. S'kishte mundësi. Domethënë ne kemi varre në Shkodër, Mirëtita ka varre në Shkodër. Sigurisht ka qenë praktik. Bile në kohën e shtetit shqiptar, viteve 1920-1939, bashkia merrte masat dhe rimbursonte, ishte një fond bashkia, komunat e Mirdis, nën prefektura që i përmbledhte komunat, kishte një fond dhe rimbursonte nën prefekturën e Shkodrës, e cila përballonte shpenzimet e varrimit për momentin. Pastaj bëhen çdo vit bëhej llogaria. Dhe në kohën e shtetit shqiptar, me një letër nga komuna, përjashtoheshin nga pagesat ata që ishin të vobekt. Interesant. Pra, shnetësia në një farë mënyre, shnetësia ka qenë falas në kohën e shtetit shqiptar, por gjithnjë duke u mbështetur tek gjendja pasurore. Kjo erdhi edhe në kohën e pushtimit, por në kohën e pushtimit kjo praktikë u vu mbi baza strikte. Italianët, për shembull, ka një konflikt midis mjekut italian edhe banorëve të Shpalit, sepse nuk i pranonaj pa i sjellë vërtetimin secili. Mi po vërtetimin për secilin ishte e pamundur, atëherë u ra dakord që të bëhet një listë. Komunat të bëjnë listën e të vobekte, edhe mjekut kishte për çdo komunë këtë familjet e vobekta dhe e pyeste çfarë cilës familje je dhe nga je, edhe përcaktoi do pagonte apo jo. Kështu u zgjidhë. Por praktika e varreve ka vazhduar gjithë kohën. Qendra e shërbimit është kryesisht për gjithë Mirëtitën në përmjekësinë fillimisht, edhe shërbimi dentar, edhe shërbimi spitalor, shtrimet, me ato pak shtetet që kishte sigurisht. Kurse smundjet infektive gjithmonë janë trajtuar shumë rrallë në Shkodër, sepse ato quheshin epidemi dhe është kaluar me mjekun Shetitës. Me mjekun Shetitës, që ka me mjekun Shetitës fillimisht ka ardhur nga Shkodra dhe pastaj kanë qenë mjekët vendas që me kurse edhe me trajnime më shumë private, ata kanë kryer këtë detyrë. Po ti marrësh gjithë mjekët e infermierët e parë, ka qenë fillimisht Nikola e ka gjetur edhe si dokument, fillimisht kishte Pukën dhe Mirditën. Një territor kaq të gjanë në kam një infermier Shetitës, që do bënte këtë lloj shpërndarje i laqesh simptomatike për të mjeku vetëm shenjat e një sëmundje, por kurse si për të sjellë shërbim. Shisi shkruar në prefekti i Mirditës në Paluca. Çfarë vitesh ka qenë në Paluca Nikola? Vitet 23-25. 25, e shkruar kështu. I shkruar prefekturës Shkodër. Mjeku Shetitës i këtij rrethi që prej një viti nuk është paraqit. Ata që kanë pas shpenzimet e udhëtimit, i kemi dërguar në Shkodër ku janë shëruar, të tjerë që kanë mbetur kanë vdekur. Shkruaj. Edhe pas mjek Shetitës në atë kohë Nikol, jo human domethënë, apo s'ka pas mundësi. Ishte mjeku shtetëror. Dy në prefekturat. Në prefektura Mirditë dhe Pukë kishin një mjek Shetitës. Ky mjek Shetitës zakonisht përtonte të vinte tek asnjëri rreth. Po kushtet e motit, rrugët e këqija, qëndronte në Shkodër. Megjithatë kalonte një herë në muaj, një herë në vit, një muaj e kalonte në gjithë territorin dhe kishte nga një infermier në të dy rrethet. Dhe ne si rezultat i padis që i bëhet këtij mjekut Shetitës në Shkodër dhe përgjigjen që i jepaj, ne zbuluam se ambulanca e parë nuk ka qenë kohën e fashizmit, por ka qenë vitin 1937, sepse ai thot, unë nuk shkova në Shpal, por thot, unë i dërgova ilaqet dhe i dërgova udhëzimet e infermierit, i cili vazhdoi punën, thot, sipas asaj që i thashun. Pra, kemi bën maksimumin e asaj që duhet bën, pavarësisht se unë shkova atje. Po e qartë. Pra del se ambulanca e Shpalit ka ekzistuar pa gjetur dokument, por vetëm duke nënkuptuar që ky ka sjell ilaqet duke infermierit për t'i shpërndarë për
Si ç'është kjo dukuria mjeku, mbiemër mjeku, se këtë domethënë kam thënë me veti, ore pse ka ky mjeku? Tjetër mjeku për shembull, se ky shënohet që në vitin 1830 dhe është nga mjekët e parë shqiptarë, interesant, Mirdita, sa Nikol? Kemi 2 familje mjeku në Mirdit. Po pra, kemi këtu në Kemi nga Kthella, po nga Kthella dhe nga Kashtjeti. edhe në dhajun e Dibrit. Po. Të Dibrit. Po, të di. Pra, interesant kjo. Këto janë familje që kanë krijuar një traditë. Edhe morën Të breza. llagapin kështu pastaj, mjeku? Po. Morën llagapin mjeku. Bile ne kemi pas në thirr një punëtor me emrin Mjeku, ishte me origjinë nga Mirdita dhe kishte ra pastaj në Zadrin, por ishte me origjinë Mirdita, se dhaj, edhe vinte nga këta të Kashnjit. Se këta e të i kalin atë emërtesën e gjërave të famshëm, të dikurshëm dhe bëhen gjërat modern, domethënë. Paka shumë da, sigurisht, këta e perfeksionojnë nga brezi në brez, sepse shtojnë edhe dijet. Këta pastaj kanë fillu me përfitu edhe nga mjekët dhe nga priftërinjt, sepse u kriju institucioni i priftit të mjek, priftit infermier. Një pjesë e priftërinjve marun deg të dytë mjekësin, e mirëfill. Një pjesë u alam detyrë që të studiojnë librat mjekësore dhe relacionet kishtare, japin një numër shumë të madh të dhënash, për priftërin që shërojnë deri tek fëmijët e pashallarëve turq Shkodrës, dhe ata përfitojnë edhe zbutje të qëndrimit atyre ndaj klerik dhe katolik, ose edhe ndaj katolik dhe në përgjithësi, sepse i shëron djalin, i shëron pjesëtar të familjes e tjera. Një popullsi e varfër për 2-3 profesione që quhen të shenjta, për pjesën që besimtarëve që bëjnë, arsimtarët dhe mjekët, janë 3 profesionistë që po t'i fusim t'jo emërtojmë në mënyrë jo rregullt, po si profesionist. Për këta njerëz popullata e varfra kudo në botë ndjejnë nostalgji dhe ju vënë emrin maksimal. Pavarësisht se ai është infermier, e thrasin doktor, sepse ai ka kryer punën e doktorit. Kishim rastin e doktor Kola për mjekun e parë që ka hyrë në Mirdit. Ne në gjithë arkivat që kërkuam këtu, na dilte një mjek. I ardhur në kohën e sistemit në 45-ën. Në Mirdit për të luftuar malarjen edhe tuberkulozin. Edhe mjekët e dinë të gjithë emrin mjek këtu, nësa në gjithë arkivat, ne na del kudo i specializuar si një mjek në Rumani dhe kryen shërbimet për profesionale shumë të rregullta, domethënë në për Mirdit, Shkodër, Lezhë. Pra, emërtesa të tilla kanë ekzistuar sepse populli është i ndjeshëm ndaj kësaj nga smundshmërisë dhe vdekshmërisë së madhe që ka qenë në atë kohë. Gjithmonë mbahen mend Nikol në si çdo fushë tjetër, mbahen rishtar, domethënë. Edhe po marrim kështu se u përmend aty dhe në promovim që infermierja e parë u përmend për Marie Lesh Gjomargaj. Pra që ka shërbyer pra nga Oroshi, është vajzë e kapitan Lesh në Xhorin. U bë morgesh, kaloi për 7 vite në Itali, studioi infermieri dhe kthehet në 44 me ndërhyrjen e doktor Frederik Shirogës, mik i familjes, e mbroti infermieri në Spitalin e Tiranës. Pastaj ka Kalvarin, që ka pas viteve 49 sidomos, dhe ajo ka përjetuar dhe epokën dhe ka vdek në demokraci, por Maria me emër Shetneshe, unë kam një respekt për atë familje e tyre absolutisht, për shkak të asaj që kanë dhënë edhe për motrat, se kanë qenë gjitha motra, dhe kanë një ndikim të jashtëzakonshëm edhe në mjekësinë e parë, domethënë, si infermiere e parë. Dhe e keni sjell libër, pra e keni sjell edhe e sollëm edhe në promovim. Po, tani synimi jon ka qenë një herë mos të na humb trashëgimia e Mirditës në fushën e mjekësisë. Ta çmtojmë me kujdes. Ne fillimisht na erdhi informacioni se ka qenë një murgesh, bie Gjomargajve, është specializuar për infermiere dhe ajo ishte një dimension tjetër për librin, për arsye se na e çonte punonjësen e shëndetësisë, infermierën,
para çlirimit. Pra mos të fillonim se filloi gjithçka filloi mbrapa, por fillon dhe përpara. Ishte e një familje fisnike. Ajo kishte shërbyer. Ishte trajtuar keq, nuk e kishte përjetuar atë mirënjohje për atë shërbim që kishte bërë, pastaj e kishte bërë në mënyrë private aty në fshat, në Rosh, ku ka jetuar, e në Shkodër sigurisht, sepse njerëzit gjithnjë kanë pas nevojë për një gjyrpan, për një injekcion e tjerë që këto infermierët e bënin, dhe ne e dhëm Marien si një themeluese që i jep një dimension më të plot, ndoshta se çdo tjetër. E kemi edhe fotografi, se kështu ta ilustrojmë pak me fotografi dhe ka një takim me papën. Po, Maria, i jep një dimension më të plot se çdo figurë tjetër, për vetë pozicionin edhe karakterin dhe kalvarin e jetës së saj. Po, e qartë. Duhet të themi tani me qenë sa është momenti se motra e saj Davida Leshi është ndër mësueset e para njërdit me kontribut shumë të madh në fillimet e arsimit. Shumë e bukur. Ndërkohë që unë kam pas rast që t'intervistoj motrën, Terezën, që është ama e Bardogut, Bardogu ishte aty dhe foli, Bardog Filopati e pash me shumë emocione, edhe unë fakt ke portreti i Terezës, që e kam intervistuar ke mbosha 94 vjeç, diçka kështu, dhe më ka thënë dhe meshta gjete. Ti i ndoqe meshta aty, e i ndoqe aty? Po. Ishin bukra, brillante, e si thotë ajo uratët, e bunare, shqip dhe italisht. Në Tereza e kam thënë kështu, edhe pa ishe shenjtë, dhe më thënë, motra, dhe më thënë, gjitha pëthusi mërë një antropologji, mërë një shpirti human, shumë human, kështu që edhe për teleshikuesin në këtë emision le t'i japim pak fragmente nga uratët që thotë në Tereza, mu në zemër të Oroshit te abacia famshme e Oroshit, pra e Shleshtrit. Vetë zotyrën provoj një plak, emni ti thoshin Adam, biri ti thoshin Isak. Për një ezhull aber ju boni, unë për Zotit jam i shuar, për me bon një kurban për shpia sot. Bet mal gajret, aj që në dha këtë haber, aj që në dha për në amer. Vjen sahati të javit me arkigja në shtepi. E Isaku kishte pri. Nëna vet ka dalë për para, ka marrujt për me la, ka marrë mishat me në ro, ka marrë krahni me kërflokët, gulfa për shpindotit. Ka henan do me të vetë nën e babë, shaf ju ka gjetë. Si lotja ljotës për jo pret, të përgjezha biri jem, zemre e ma shkallohë, sa zdi baba me tiftohë. Urdit nantit për njës me baba kurban ty. Pa për këtë punë këni qa, me dy gjojt ka ra për dhe, ka shtre shapën për mu për. Sulla dami për me i ra, ju shë shpata për hëva. Grenja dami sëtë për pjetë, që vjeti se ma kenal. Zani zotët bumulloj, ti a dama që zhveku me gjithë sakun bërin danë. Fisi ju të qoftë më nu se zoten nuk banë gjakur është që. Po sa bukur. Ave Maristela, dej materalme, atë kësën për Virgo. Felicelli Porta, Sumën Sulindave, Gabrieli Sore. Unë të nësin pace, mësë të jesë matër, nësë kulpi saluta. Videm për astapura, kybe në bismatër, nësë kulpi saluta. E shumë burë, fantastike, fantastike. Ka një gjysë ore, thëmë orat në racjet. I thu dhe tani, a? Ka një gjysë ore në ditit. Çdo mëngjes? Çdo mëngjes, 3 rozare. 3 rozare. Falim mreshe gjavri, e pja u zotë pushimin e pasosun, o i lumje zokrish zemër bute i përvujt. E Maria Mazzarella. O Maria Mazzarella, një rozare. Ndoqëm të uratët mrekullueshme, dhe atë ditë pati shumë emocion falë. Ne kena fatin se jemi pjesë e një popullsie, një treve që kanë patur në brendësinë e tyre thjeshtësinë dhe fisnikëri të familjes. Dhe gjithë kjo rrjedhshëm në natyrshëm kanë sjellë një brez njerëzish që edhe ju kanë shërbyer me dinjitet. Rasti Marijes është rast që e shon shërbimin mjekësor,
infermierin e parë, na që në periudhën e monarkisë. Dhe më shumë ka rëndësi kjo, se pjesa tjetër, kur erdhi koha që kjo t'jepte kontributin e duhur, kjo infermiere që kishte marrë dhe shkollë fetare në Itali, ashtu si edhe mjekët, ato gjithë periferit që kanë kry këtë kurs dhe kanë kry shërbimin mjekësor edhe besimin. Kanë hapë dhe shkollat shqipe në këtë dhe kanë përgatitur njerëz me arsim që të pak në ato kuadro që kanë qenë të parët në Mirdit edhe në Malsi, filliesën e kanë nga fillimi i gjuhës shqipe në këto kisha. Po këto njerëz janë rikthyer për të shërbyer edhe nga ana shëndetësore. Kanë shërbyer, kanë sjell ilaçe për një temperaturë, kanë mjekur gjëra në mënyrë të thjeshtë për kohën, por kanë shpëtuar jetë njerëzish në fund të fundit. Dhe kjo është, këta duheshin nxjerrë, sepse popullsia, njeriu si qenje shoqërore, e fillon jetën nga familja, pastaj hidhet në komunitet e quhet qenje shoqërore dhe kërkon shërbim. Kjo ka ardhur më shumë kur shteti fillon të formohet, si në kohën e monarkisë, ashtu dhe në kohën e sistemit komunist. Dhe të dy rastet janë krijuar institucione shëndetësore ku kishte popullsi. Popullsi të përqendruar, kryesisht në vendet ku u hapen minjerat, në vendet ku hapen qendrat e mëdha të shfrytëzimit bijor. Flasim pjesën e dytë për këtë. Për ta mbyllur pjesën e parë, Nikol, pak tek ambulancat e parë, do cili është ambulanca e parë që u hap, se e ke trajtuar aty në libër. Ambulanca e parë u hap në Shpal në vitin 1937, mund të jetë hap edhe më përpara. Po. Sepse edhe kemi një emër nga Binishti, Frank Nuegjini. Po. Ka rëndësi rishtar. Pa diskutim, ata janë themeluesit. Dy kategori njerëzish në të gjithë profesionet kanë rëndësi. Themeluesit dhe ekselentët. Ata që shkëlqejnë në profesion. Themeluesit vendosin shtratin, ata krijojnë traditën, e cila pastaj do të përmirësohet dhe do të ecë. Dhe memoria e një krahine, siç është Mirdita, për shembull, sigurisht do ketë edhe anën e saj të mbrojtjes së shëndetit. Ka infermier, mjekët e parë, duhen evidentuar për faktin se u takoi barra më e vështirë. Dhe pastaj duhen evidentuar më të mirët, sepse ata të nderojnë. E qartë. Sepse jemi në kushtet e integrimeve, Mirdita është pjesë e ADH-ut dhe kemi mjekë sot shumë të aftë që punojnë institucione qendrore dhe ndjejmë kënaqësi. Okej, dakor, tu jemi me pjesën e parë të emisionit dhe njëkohësisht tek libri, po e quaj pjesën e parë të librit, që vim deri tek vitin 1944-45, pastaj kemi një gjë tjetër dhe kemi një trajtesë ndryshe, një trajtesë ku ka shumë enumeracion normal. Përveç fakteve historike, është një gjë që kemi më afër, një histori që kemi shumë më afër dhe mas e ka qenë pak më e kollajt. Ka një thelb metodologjik, ajo. Për te emrave. Po. E para është themelimi ose krijimi i ambulancave, krijimi i qendrave shëndetësore, krijimi i spitaleve. Dhe mjekët e parë, infermierët e parë që erdhën dhe u integruan natyrshëm me të parët Mirditas, vendas. Këto janë parë bashkë. Këtu fillon procesi masivizimit. Po, okej. Për procesin e masivizimit do flasim pjesën e dytë pasi të futna në një spot publicitar, edhe rikthehemi këtu në studio sërish në Guven me doktor Paul Dodën dhe doktorin e shkencave
historike Nikol Loka. Mirë, jemi këtu në Kuven me temën e shëndetësisë për librin Historia e zhvillimit të shëndetësisë në Mirdit. Doktor, do më në ti je normal, ke një lidhje sepse të lidhi gjanë shumë e veçantë me mjekësinë, edhe fakti që doktor Koldoda është i familjes suaj, pneumologu i famshëm, që ka luftuar edhe tuberkulozin, por edhe silikozën. Por a ka qenë kjo pjesa më e vështirë, apo ka qenë më e lehta? Pjesa e dytë, domethënë, 45-90. Pjesa më vështirë ka qenë për ata që punon në ato kushte ekstremisht të vështira, të varfëra dhe kur ndrohet sistemi dhe vendoset shteti dhe këtu fillojnë edhe përgatitja e kuadrit, quhet me emërtesën vullnetar, por të gjithë kanë ardhur, si thonë saj, vullnetar, po me të caktuar, me detyrim shtetëror. Kanë ardhur specialistë nga rrethet e nga gjithë Shqipëria në Mirdit për të luftuar tuberkulozin, malarjen dhe shumë sëmundje të tjera infektive nga mbar vendi, nga Tirana, Durrësi, Berati, nga gjithkund, vullnetar të quajtur, por që sistemi i integronte si shërbim të detyrueshëm. Do punosh 5 vjet me detyrim dhe pastaj do nisesh në vendin e lindjes apo ku mund ta caktonte koha për punë. Pra, vështirësia jo ka takuar atyre. Kur vjen radha tek mjekët vendas, që u integruan së bashku, u krijuan, më mirë me thënë, nga shkollat që u hapën, sepse në flasin për universitet të hapën në vitet 50, për mjekësi masive në vitet 70, kur shërbimi shëndetësor me mbulim të kuadrit mesëm, në për qendrat, në për fshatra, në për zona, në për qytete, në herë ishte probleme me mbush spitalet me shërbim. Ishte pjesa masive, por fillimi i vështirë. Marrim rastin e doktor Paulinit, që është mjeku i parë vendas për që themelon spitalin në 60-ën, në 58-ën në Rëshen, spitalin e Rëshenit, që më përpara ishte spitali i vogël me 6 shtretër, me disa shtretër në Rubik. Për këta ka qëndruar vështirësia. Koldoda infermier që është në 51-shin, që shërben si infermier, por punktin e parë anti-TBC, kundër tuberkulozit, e hapin 58-ën në spitalin e Rëshenit, si një filial që është përndanti ilaçe dhe me i staf infermierësh për të ndjekur sëmundjen në bazë, ishte masive, ishte si rast epidemie. Gjatë kohë gjithë bisedën do ta shoqërojmë me fotografinë tjetra. Këto janë raste kur do shkosh ti thosh tjetrit në shtëpi, je me tuberkulozë dhe ti duhet të rrish i izoluar. Kur ai kishte një oxhak dhe këtë familja aty e si do ndash, nuk kishte qarqaf për të ndarë, por do ndashin, si thonë saj, me frymin e shenjtës, kishte tjetër gjë. Kur doktor Koldoda u mërua në Rëshen vitin 61, Mirdita përballej me një epidemi të vërtetë tuberkulozi. Zona e ndërfushas, kod Rëshenit dhe Burneshit sillnin raste të shumta, ndërsa infrastruktura spitalore ishte modeste dhe resurset kufizuara. Në përkushtim të jashtëzakonshëm ai nisi punë pa u lodhur. 1. Evidentimi sistematik i rasteve, diagnostikimi me radioskopi dhe aparatura Rum 4, si quheshin, lidhet e vazhdueshme me sanatoriumin e Tiranës, trajtim me rifadin me medikamente të ndryshme. Pa i këtyre masave dhe këmbguljes profesionale të tij u arrit një rezultat që historikisht më atmend. Tuberkulozi u duk nga Mirdita në vitin 1978. 840 pacientë vizituar dhe trajtuar dhe për cilë për shërim mbeten sot numri më i lartë i dokumentuar për një mjek krahinor asaj kohe.
Në shumë familje meritase, emri Kordodës është ende sinonimi i shpresës dhe mbijetesës. Në vitin 1966 në spitalin në Vërshenit u shfaq rasti i parë i panjohur deri atëherë, minatori Gjim Mikeli, vetëm me 6 muaj punë me ndryshime të çuditshme në mushkëri. Doktor Kola i larmuar mori stetoskopin dhe udhtoi drejt Tiranës. Mjeku izraelit Ludovic Kalmar e konfirmoi. Po, kjo është silikozë. Identifikimi i smundjes ndërti departament shkencor pasi autoritetet asaj kohe pretendonin se silikoza në Shqipëri ishte pothuajse inekzistente, por argumentat e forta të doktor Kalmarit si dhe materialet radiologjike të doktor Kolës përbysën skepticizmin. U dha alarmi, silikoza po shfaqen kurrë. Pas këtij momenti nisën evidentimet njëri pas tjetrit, 10-100 raste. Doktor Kola rëfen, kur i shikoja sytë e tyre e dija se ku niknin nga duar, silikoza ishte pashrushme. Maskat e bënuara, shtimi i lagë që shpesh nuk zbatoi sepse u denormën, kushtet e punës keq menaxhimi teknik e bën tragjedinë të pandashme. Rezultati tragjik, 380 minatorë vdiqën nga silikoza. Shumica 38-55 vjeç. Baballar, vëllezër dhe djemë të rinj, njerëz që kishin zbritur në tokë për bukë, që u rikthyen në sipërfaqe me mushkëri të murosura, siç përshkruhem në rastin e një pacienti nga Vroshi. Mushkëria e hequr nuk qahej as me bisturi, ishte për bukë. Doktor Kola iku në mshim, duke thënë se këtë situatë e kishte si plan të hapur. Tuberkulozin e mundur, por silikoza më meti pend. 380 njerëz mushuan para syve. Kjo është një nderim më i drejtë ndaj tij. Ta kujtoj jo vetëm si mjek, por si njeriu që ndevi zërin vetëm për një fatkeqësi të hershme. Kur flasim për ushqyerje pa pjata për secilin, Po, që gjithë hashin e sahan. një, edhe ti thosh të smorit me tuberkulozë do hash me vete, apo do të përvelosh enët Nuk i kujtojmë me vete. Këto janë kushte ekstremisht që sot janë të pakuptueshme. Ne ka vlera i librit që keni. Sot Covidi, Ka shumë sot vlera. në Covid, Për trin, për brezin e ri ka shumë vlera. unë në klinik, kur më vjen i smuri, në Covid, ne ishim të veshur me maska, me gjitha, maska, po. me plastmase, me syze, me gjëra për të ruajtur nga Covidi. Po në të kohë, si rushim mirë ato. Kur kjo, ndoshta ishte shumë e vështirë, por ama I masa ata s'kishin as asgjë. shikoj maset, Ishte fare. infermier që do shkonte me qante, do të jepte ilaqet dhe do ta këshillonte se si do të kishte higjienën personale me pamundur. Pra ata ka qenë shumë e vështirë. Dhe ata, unë e kam thënë dhe e kemi të theksuar dhe në libër. Ata për ne përbëjnë heroj që praktikisht sot nuk kuptohen, nuk mund të ta mendojmë se si kanë punuar në ato kushte e janë përgjigjur çdo smuri në shtëpi, në zona, me ecje në kam pa mjete, pa rrugë. Kjo është ajo. Okej, shumë. Ndërsa pjesa e trashëgimisë nuk është vetëm familja jonë që ne përbëjmë 3 brez, Koldodë bashkë me mua, i dyti, e fëmijët e mi, i treti, po ne kemi familje me këtë lloj trashëgimie, ne kemi doktor Pavlin Shqalçin, që quhet mjeku i parë, dhe që po bën brezin e tretë, Okej. mjek, Mirë, pavarësisht se punën në Mos Gjermani. më zauro këto se do i flasim. Nikol, ti je mbështet te dominacioni. Edhe unë kam pa, në fakt po kërkoja, kishte kohë se i kisha pa ke muzeu, një dokument tillë, më duket se kam pa ke muzeu para shumë vitesh. Edhe në një promovim libri që është bërë, ka qenë një libër monografik për Bardon Bibe, nuk e di, Mark Mesule, sigurisht e ka bë, në Tiranë, edhe u qova dhe unë, fola diçka, dhe thash shumë. Por si nuk doli një drejtues pushteti, po edhe para 90-s, sekretarët e parë që vinë e tjerë, kryetar komiteti, do ti, Ali mrapa, kryetar bashkishe, deputet, që të thonë, do më thënë gjenjen eksaktësisht si që ka thënë Bardon Biba, Enver Hoxhës, që në 45. Edhe, nuk e di se ku ke marrë këtë dokument, por thot në një letër dërguar Komiteti Qendror, thot, shumë, Bardon Biba në atë kohë, si në gjithë vitet e Shqipërisë, po dhe mirë ditë bie dhe më tepër, kriza ka rrit kulmin, thot ai. Populli ka hyrë frika se do vdes imunit. Çmimi i misit ngrit për stepër, populli vobek pa kur fartarme, thot ai. Mercenarizmi dhe vjedhja me cilën u mbajshin një pjesë e madhe e popullit mbaroi. Marrëdhënia me Jugosllavinë nga cila furnizoshin 3/4 e mirëditës, si Fani, Spaçi, Kushdeni, Selita, Oroshi, gjysma thellë, Sopren. Edhe ato që kishin pak bakti nuk mundën me i falë sepse konkurenca e madhe ndër tregjet e afërta, sasia misit e vogël
e domandore të shumta ka shkaktuar mosshitjen e tyre ose tepër të lirë. Populli i Mirditës është ka vull shumë për bukë. Ditë për ditë fytyra zbeta e pa kafshat negojës na paraqiten për ndihmë e tjerë pastaj flet për shëndetësinë. Një dokument ku ke marrë këtë dokument? Këtë dokument e kam marrë në arkiv shtetit, duhet të kemi parasysh pozicionin e Bardok Bibës. Këto ishin të natyrshme në rrethet e larta të pushtetit të asoj kohe, sepse gjenja ishte vërtet shumë serioze në të gjithë Shqipërinë dhe bëheshin përpjekje. Pra, shteti i asoj kohe me gjitha ato tmeta dhe me probleme që ka, në fakt e ka një të mirë se edhe për arsye të sloganeve propagandistike që i kishte se ne do ta nxjerrim vendin nga prapametja shekullore e tjerë, që ajo nuk bëhej aq shpejt sa thonin ata, u angazhu shumë dhe Bardok Biba bëri atë që kanë bërë të gjithë, domethënë një ekzaminim të saktë të realitetit. Se mbi bazën e kësaj pastaj vinin ekipe mjekësore. Fillimisht kanë ardhur nga Shkodra këtu, për shembull. Gjenja ishte jo e mirë, këtu kishte pak mjek, fillimisht ishte një mjek, 2-3 infermierë të tjerë, vinte ekipi nga Shkodra, nga prefektura me 3-4 mjek të specialiteteve të ndryshme, ka dhe relacione në Kthellë, në Spaqja, ne japin ata relacione shkume, ata bënin vizitën e përgjithshme të popullsisë. Dhe shpërndanin ilaqe. I shpërndanin ilaqe të Si që thot Bardok Pushi, në 1946, një infermier, u vizitu në ambulancë dhe shpari 760 pacient, këto i kënë zjerti, me smundje të ndryshme. Janë bërë vizita në pakatunet të ndryshme dhe janë konstatuar smundje të tifos, fruthit, kollës mirë, e tjerë. Plus vizita që bashën, për shembull, ky thot ky tjetri, ndo spema, përgjegjësi i ambulancës Shpalit, thot në 46 në komitetin ekzekutiv, po kishte kaluar në fshatin Sanxhak për lart fshatit Selis, ku ishin vizituar më shumë se 200 vjet. Në atë kohë Nikol, që shkonin vizitonin njerëzit. Është epokale ajo kohë e shërbimit mjekësor, e jashtëzakonshëm. Ishte fryma e kohës, ishte dëshira për t'i lënë prapa disa plagë si vdekjet për mungesë të një trajtimi elementar. Atëherë këta pak infermier, fillimisht 1, pastaj 2, pastaj 5, pastaj 7, e mbulonin gjithë Mirditën. Këta kanë kryer akte heroizmi, se këta pothuajse nuk rrinin në shtëpinë e vet. Ata mat çantën me shoqërues natën, ditën, në shi, në borë e tjerë, do shkonin 3 orë, 4 orë rrugë në kam dhe t'i gjenishin afër një njeriu i cili ishte me grip, me gjendje gripale të rëndë, por në kushtet e mungesës mjekimit edhe mund të humte jetën. Okej, Nikol, ti je historian. Ky është në fushën e mjekësisë. Ka një gjë se janë bashku 2 gjëra, prandaj rritet kjo që po më rreshton tani ti. Po kjo palë ka qenë qëllimi që këta njerëz është një lloj mënyre ky libër si një lloj homazhi. Bashkë për këtë punë që është nisur ky. Unë do të them bravo, absolutisht. Unë do të them edhe do t'ja këshilloj këto, edhe Spitali Lirshi nuk ka monografi të tillë. Edhe Shkodra vetë nuk e ka një monografi të tillë, Palema, Kurbini e këto tjerë se kanë fare. Katër rrethe kanë bërë një historisë të tillë. Nuk e kanë askush. Pra kjo është e veçantë. Në 4 rrethe në Shqipëri kanë përpunuar një pjesë. Bravo. Por po themi vetëm kaq. Për mendimin tim, kjo situatë që ka qenë dhe mënyra se për t'i kujtu këta, për të mos u harru ky brez, ka qenë pjesë qëllimi kryesor për të nxjerrë, sepse po vjen koha që shumë njerëz që kanë kontribuar në fusha të rëndësishme të jetës janë harru. Ne s'mund të nombrojmë në gjitha fushat që njerëzia është shërbyer dhe vetë shërbyer në mënyra të ndryshme. Por kur vjen puna për t'i kujtuar, kanë humbur. Edhe kanë humbur nga kujtesa popullore. Nuk mund të kujtohet çdo gjë me folklor. Po nuk patë një historik.
Dhe kjo më ka nxit që këta njerëz duhen sjell në vëmendje në mënyrë që të kujtohen sepse çdo brez duhet di nga vjen. Përpara se të di se ku do të shkoj, se asnjëherë rruga nuk është e hapur, po nuk ditë nga vjen asnjë popull dhe asnjë familje apo shoqëri njerëzore nuk ka histori, nuk do të ketë histori e suksesi në vazhdimsi nëse nuk din se nga vjen. Dhe kjo, duke ditur se nga e kemi origjinën e këtë fisnikëri që ka qanë, mendoj se brezat që ne që jemi, po bëjmë ndoshta edhe mundësia për të harruar. Jo më brezat që vinë, që praktikisht edhe në u bën promovimi i librit, shumë nuk e din, nuk i njohin emrat për cilët janë lakuar në libër. Dhe kjo na e rriti më shumë, për mua ka qenë një ambicie më shumë për ta bën që kjo jeta e këtyre personazheve, jeta e këtyre institucioneve, pavarësisht se në çfarë sistemi ishim, me detyrim, me shtet, nuk ka rëndësi se kush është shteti. E rëndësi ka që shteti në këtë periudhë e ka pas vëmendjen kryesore për ta mbuluar me shërbim shëndetësor dhe arsimor gjithë territorin. Dhe numri i kuadrëve e kësaj kohe është rritur, që në vitet 70 gati përqindja e mjekëve të ardhur jabanxhi në Mirdit ka qenë shumë më i vogël se sa numri i mjekëve dhe i personelit shëndetësor vendas. Pra u përgatitën. Në libri ka një numër shumë të konsiderueshëm. Nikol, në raportin po ta shohësh Spitalin e Rrshenjës, në 61 është spitali i parë me 25 shtretër. Dhe pastaj vjen e konsolidohet pak nga pak, edhe emrat e famshëm që janë të Paulin Shqaqit, Mill Lleshit, Koldodës, emra të tjerë që cilët nuk më vijnë tani, por dhe pastaj ky raport, si thuaç, i shërbimit spitalor të Mirditës në rang kombëtar, a mendon që ishin avangard nga sa ke studiu ti? Në fakt, zhvillimi i shërbimit shëndetësor varet edhe nga gjendja ekonomike e rrethit. Ne patëm avantazh se këtu krijuan qendrat punëtore. Rubiku e pati shërbimin shëndetësor që në kohën e hapjes së minjerës. Po, që në Tretënanën. Edhe vazhdoi ajo traditë, pastaj u hap një qendër e madhe pune në Kurbnesh. Sigurisht kërkoi spital. Pra shumë shpejt. Ne u bëm me 3 spitale, kur rrethet tjera që ishin bujqësore, u mjaftonte një, se nuk ishte mundësi shteti i bënte. Në këto kushte, ne kemi përfituar këtë avantazh. Okej, për këto, por kemi pasur qendra shtetësore në për kooperativa e këto. Pastaj me të tjerët, por fillimisht në vitet 60 kur po krijoheshin spitalet e rretheve të vogla, se rrethet e mëdha i kishin krijuar, ne krijuam qendra të mëdha industriale. Këto donin spital patjetër. Pra u kriju, ishte i Rubikut, aq sa ishte, u kriju i Rrshenjit qendër rrethit, por u kriju i Kurbneshit bukur i madh për arsye se atje ishin 5000 punëtor. Po gjithsesi unë kam pa edhe spitalin e Fanit. Që fund ishte kooperativ, para se mu... Pastaj edhe spitali i Fanit, me qenë se Fani ishte zonë periferike, edhe me Kuksin, edhe me Mirditën, u mendua që të kryen shërbimet aty në kushtet e largësisë, sepse urgjenca sa të vinë dhe të shkonte. Bile, në spitalin e Fanit ishte një sallë operimi. Dhe vinin mjekët nga Kuksi, sidomos në dimër. Kaloj qafës Covid, imagjinoj me 2 metër borë. Me 2 metër borë vinin në kam edhe kryhe operimin në qendrën e Fanit aty në spital. Ka një gjë se gjatë promovimit ne futëm në disa inserte dhe janë interesante ato inserte të palë që i patëm nga Vroshi, nga qendra e Vroshit, ku ishte përlet Kapisyzi dhe pastaj foli e shoqja Mira Kapisyzi. Mira Rakacolli, Kapisyzi, po foli shumë bukur, me shumë emocion, sepse ne i sollim pamje, domethënë tani mund të jetë duke i vazhduar regjia, pamjet ku është besoj nga viti 80, diçka kështu është, duke patë grafit, pastaj Gjok Filopati
fushëstane, tu marrë ato të para që kanë qenë ato teknologjia parë e shkulljes dhëmbëve edhe mjekimit dhe me radhë. Nuk po shtërim se libri është shumë i gjarë për të përfshi, por po të marrim vetëm shërbimin dentar, që shërbimi dentar nuk krijohet me personel vendas, po vjen Alifat Goja që i konfiskot klinika në Shkodër dhe vjen me vendim qeverie. Se Shkodër ka pas Nikollë, okej, se tu e pash me shumë. Vjen privatizohet klinika. Jo, po nuk e di atë. Shërbimi dentar privatizohet në rang vendi, por ama privatizohet mes të cilës privatizohen dhe klinikat e mjekëve dentistëve në Shkodër. Para 44-s, në kanë qenë klinikat private. Po. Është interesant se kemi dy epoka që ka rikthim me keqërt e para. Kjo është ajo pjesa. Shkodra ka pas shumë klinika private. Kishte disa klinika private, që është në kohën e mbretërisë. Para dy, ajo Gjoti Nikoll, para 44. Edhe këta në 47-ën, që publikon dhe vendimin e qeverisë në Lim, është i publikuar nga një dokument që ka jetë profesor Loga, edhe ta vinë me gjithë klinikën, vjen klinika në Rubik, dhe pasaj vjen dhe doktori, dentisti, që ne i themi, ne kemi thënë gjithmonë doktori, por ama atje s'ka qenë doktor me arsim për katës, por doktor sepse kishte Xhaxhajn doktor, dhe ky kishte mësu profesionin. Vjen e kryen edhe quhet dentisti i parë në Mirdit. Sepse pastaj dhe ky trashëgon edhe ky zonës në ekonomi quhet. Zonës ekonomi është interesant. Rrinin 1-2 vjet pranë mjeshtrit. Po, edhe mësonte ai. Edhe e mësonte krejt. Praktikisht. Po, edhe Shkodra kishte dhe ti ka të shpejt. Po kështu është masivizuar. Po si thot, po si Shur Nikolla, se kështu thot nga klinikat e Shkodrës, ajo e hysni ndoje sot, i kishte përcaktuar për të shkuar në Mirdit. Megjithatë thot seksioni i shtetësisë qarkull Shkodrën me shkres filan e filan thot, udhëzohet nga klinika që kemi pas në qytet, inventarët e cilëve ju a kemi dërguar më të sipërmen, informojmë lidhje me shpërndarjen e tyre rrethave të poshtë-shënume. Ju napim këtu poshtë shënime që këto të bëhen nga ngarkim të secilit që i kemi dërguar këto materiale në rreth e Mirditës, të dërgohet klinika e Hasan Fatkojës. E tjerë, ky do më vjen parë me klinikën e Shkodrës, ja morën ja shtetëzojnë e bie. Ja shtetëzojnë edhe me gjithë materialet për të sjellë Mirdit, por gjysma ngelen në Shkodër dhe gjysma vjen në Mirdit dhe punohet me ato mjetet reduktora. Por ama ai vetëm erdhi në Mirdit, e punoi një jetë deri në kushtet e. Çka ka pasur Orani? Por ai e trashëgoi profesionin me djalin e tij. Orani u specializoi, ishte mund të them se është ortopedi i parë. Ne i quajmë mirditor këta. Se këta ka lindur, është rritur, arsimuar dhe ka punuar në Mirdit deri në kohën që hikun në Itali fare tani me demokraci. Është jashtë shtetit. Edhe familja, pra kemi një trashëgimi, vjen familja Bërtham, instalohet në Mirdit dhe krijon klinikën e parë. Pastaj të gjithë vjen me radhë, pastaj mjekët e tjerë. Të gjithë vendasit përfshi dhe pak, jo shumë mjek, por me një kuadër të mesëm që mbulu gjithë rrethi i Mirditës me klinika dentare të mesëm, duke kryer shërbimin ambulator të plot, mbushje, heqje dhe vendosje. Në të tre qendrat, Rubiku, Rësheni, Repsi, Kurbneshi, e kishin të kompletuar shërbimet poliklinike të mund t'i qush, sepse janë kryer të gjitha llojet e shërbimeve dentare. U futëm tek shërbimi dentar. Kurbneshi më mend se kam shkuar atëherë kur isha mësues ke Leshi. Ke Lesh në Kurbnesh. Ai ka kryer të gjitha shërbimet me mjek dhe me personel njësmjek dentar në të. Sot s'ka 5.000 që si shkolla atje, imagjinoj që ka ndodhur palë. Është ose marrim rastin e Nozezës që vjen e hap farmacinë e parë tek shtëpia e infermierit të parë në Roshen, ku është qena, ku krijuar qena administrative e Roshenit. Pra, edhe ai e ka trashëguar profesionin. Vajza ti marroi për farmaci, pra kemi një proces të dytë ku mjekët, të gjithë mjekët në mënyrë të natyrshme
profesionin e tyre, Ja trashëgojnë ju trashëgojnë, ju japin fëmijëve të tyre, ju japin. Arrin që duke qenë mjek e duke qenë shërbim në këtë shërbim kryesisht në qendrat administrative, kanë patur edhe mundësi që të kenë mundësi të me ndërhyrje apo si mund të ishte të vinë koha që nisin edhe fëmijët të arsimojnë në këtë profesion. Dhe kemi rastin e mjekëve të parë si doktor Paulin Shalqit. Mia djali i tij Valentini specializohet për neurologji. Tani është në një klinikë në Gjermani, në një klinikë të njohur, familjarisht mjek. Ora shkojnë, bëhen 3 brez, pra vjen perioda e kësaj. Vjen doktori Mhill Leshi, që përveç se vjen mjek, marron e fillon punë si mjek në Mirdit, ai specializohet si pediatër. Bën dhe pediatri i parë në Mirdit, i kualifikuar për këtë lloj shërbimi. Këto ishin nevojat. Pastaj janë me radhë, vjen radhë si Spitali Rrëshenit faktikisht Nikol ka pas emër të mirë deri para disa vitesh, pati dhe specialist të mirë. Ti e ke pa me këtë sy si të zhduk, domethënë. Edhe para 90 ka bërë gjërat mëdha shpesh herë dhe ka mbuluar gjëra të vështira, për shembull siç ka qenë aksidenti në Shpal, po dhe një aksident tjetër në Gziç, po sidomos ai Shpalit, ka qenë unik, domethënë që gjithë spitali ka treguar e shpëtoi jetë pafund atëherë nga autobusi që urzu, por edhe mjekët e Spitalit Rrëshenit, siç i përmeni ky Paulinin, Milleshin, Oldodën, por janë dhe arall tjetër, Agim Qarri, me cilën normal unë atje solla dhe një lloj homazhi përmes fotografive. Një homazh për të gjithë këta mjekë që sot. Edhe po ta shohim se në dinamikën edhe kur jemi të folën në dinamik, unë kam sjell në 55 vjetor kam bërë disa etyde që janë me ato repartet të ndryshme, dhe kështu që i ilustrojmë gjatë kohës që ne flasim. Desha të ndalem tek mjekët e Spitalit Rrëshenit dhe të evidentojmë 2 mjek edhe një mësmjek, të 3 të shquar, Agim Qarri, që vdishin kryet detyrës. Po së bashku me Aleksandër Baloj, që vdishin kryet detyrës, u përzgjodh si më i miri për atë shërbim që duhej bërë. Dhe Gjindoda, i treti, një mësmjek. Por gjithë i thorin doktor, në fakt. Dhe shumë i vlerësuar, dhe unë mendoj që institucionet tona shtetërore, lokale, duhet bëjnë diçka. Po jo, duhet bëhet diçka Nikol. Për këtë memorie. Jo, dakor, unë kam qenë komisar vlerësimit figura. Dhe për shembull, kam hyrë ke spitali ke traumë, spitali ushtarak, po edhe në vende të tjera, gjithmonë, po të shohim pavionet ndryshme janë me emra të caktuar. Pak me vënë emrin, për në Rrëshen për shembull, kush e ka formuar atë pneumologjin, ose tjetri pediatrinë, ose një tjetër, domethënë okay, se spitali e bën shumë i bukur tani. Dhe gjuna tani mos kemi këto vlerësime. Ne kemi 2 dëshmorë, bile 3 dëshmorë, se edhe Gjindoda ka vdekur për shkak të detyrës, për shkak të punës profesionale. Kemi 3 vetë që kanë humbur jetën për shkak të detyrës. Kemi edhe 2 qytetarë neri. Paulini, doktor Paulini, doktor Kola, kemi 5 personalitete të cilët duhen nderu. Për shembull, Gjindoda fare mirë mund të morë emrin qendra shëndetësore e Fanit. E Fanit, po. Po pikërisht pra, po këto ndërime duhen. Po. Këto ndërime duhen sepse i shërbejnë ruajtjes kombit, rritjes kujtesës është shumë e rëndësishme. Ky libër nuk arrin dot sado që të jemi përpjekur të bëjmë maksimumin për të sjellë një homazh vërtet për këtë brez që sot nuk janë. Përfshi dhe doktor Kolin që 6 muaj përpara, plot 6 muaj përpara u nda nga jeta, me 6 qershor u nda nga jeta, me 6 dhjetor kishte ditëlinjën për cilën ne menduam të bëjmë edhe promovimin e librit. Por
ky brez duhet kujtuar nga ana dokumentare edhe jo vetëm me anë të vendimeve të Këshillit dhe probleme tjera, por të paktën ky libër bëri hapin e parë që këtë brez ta vënë në qendër vëmendjes dhe ta sjell si një monument për jo vetëm për këta që janë sot në punë, për fshi dhe mu, por për brezin që po vjen. Sepse ne nuk do të flasim shumë për këtë brezin që jemi, sepse ne jemi akoma aktiv, por për brezin që po vjen, se po rritet një brez i artë me cilësi shumë të larta që shpresa është që ky brez mjekësh të ri në shembullin e këtyre, ose shumica prej tyre janë trashëgimtarë të këtyre, përveç trashëgimisë familjare që do ta po e transmetojnë dhe ta trashëgojnë, këta shpresa që Shqipëria të quhet pjesë e Evropës, edhe pa e marrë firmën, pa u certifikuar nga Evropa, sepse Evropa ka interesat e veta kur certifikohen, ka probleme politike, ka probleme kufiqe, ka plot gjëra, kurse certifikimin e vërtet e japin institucionet shëndetësore, institucionet arsimore dhe institucionet liria e fjalës, liria e shpresës, liria e besimit. Këto janë institucione që ne na fusin në Evropë ose na lënë jashtë Evropës si popull shpirtërisht. Ne duhet hym shpirtërisht, pastaj duhet hym profesionalisht. Ne nuk po hym dot vetëm me vendime se një qeveri e miratoi e një kryeminist nuk e miraton hyrjen në Shqipëri, e Shqipërisë në Evropë. Ne mund të jemi pjesë e Evropës, realisht, vetëm në këtë format, vetëm në këtë formë, duke njohur vetveten, duke njohur të parë tanë, duke njohur kush jemi sot aktualisht dhe duke marrë shembullin që ky brez nuk rritet duke lexuar Facebook-e, duke parë rrugët për mjete jetese sa më të shpejta e të pandershme. Po rritet duke u arsimuar siç kemi këtë brezin që folëm dhe shembullin konkret e kemi plot. A ishi i kënaqur me promovimin që u bën në Tiranë? Promovimin e librit? Promovimi është një akt. Është një akt. Ishte për ta sjellë në vëmendje librin, sepse edhe kjo bisedë që po bëjmë është për të sjellë librin në vëmendje, edhe për të sjellë njerëzit drejt librit. Sa do të bësh panaire të librit, ajo bëhet e panairi i librit nuk e ka vlerën tek shitja e librit që bëhet atje, po e ka se njerëzit shkojnë e shohin librin me sy dhe për inerci marrin dhe fëmijët për të prekur një libër me dorë. Kjo është për prekur një libër me dorë, një libër që duhet ta ketë çdo familje në mirëditë për ditë gjenezën se nga vjen. Është një libër i realizuar mirë, është përpjekjet i ka pas të mëdha për ta realizuar mirë. Marr shembull, unë mund të them edhe një gjë tjetër, që edhe ky libër sado që të përpiqemi ne për të realizuar, edhe jemi përpjekur realisht për të realizuar një libër të paktën historik, pa përfshi asgjë jashtë historikut, jashtë historisë se çdo personi apo institucioni. Ka mjaft mangësi që harresa, nuk i dim, jemi përpjekur të gjejmë thash emra infermierësh të parë, infermierësh që kanë dalë në pension, që sot shumë prej tyre nuk jetojnë më, edhe nuk i gjejmë dot jo civilin, po as numrin e telefonit, as trashëgimtarët për t'i pyetur. Dhe kjo është një problem i madh me memorjes tonë. Ky libër këtë qëllim ka pas. A kemi lanë emra? Edhe sot që po flasim, na marrin telefon dhe na kujtojnë tani që ka dalë libri, na kujtojnë, është harruar edhe ky, është harruar edhe ky, është harruar. E sigurisht janë harruar. Jeta ta pasurojnë gjërat që vijnë. Sidomos periudha e demokracisë, periudha nga 90 këtej, nuk ka arkiva të hapura. Që ne të mund të gjejmë emrin dhe pastaj të interesoheshim. Të gjithë nuk gjenden me kam. Okej. Ta ndjekim pak kronikën aty të promovimit që është bërë dhe për të falënderuar dhe Monsinjor Arjanin, që na krijoi kushte. Ndiqe pak kronikën ku është bërë promovimi i librit Historia e zhvillimit të shtetësisë në Mirdiet.
Në Katedralin Katolike Shën Pali në Tiranë u promovua një libër kushtuar historiku të shëndetësisë në Mirdit dhe figurave që lanë gjurmë në këtë fushë. Të pranishmit u përshëndetën nga arqipeshkëvi metropolit Imzot Arjan Dodaj, si dhe nga kryetari i Bashkisë Mirdit Albert Molushi, të cilët vlerësuan rëndësinë e veprës për ruajtjen e kujtesës historike dhe antropologjike të kësaj zone të veçantë të vendit. Ishin mjekët e këtij rrethi, ata të cilët zbuluan për herë të parë sëmundjen e selikozës, e cila ju ka marrë jetën shumë minatorëve që punonin në minjerat e vendit. Mirë njohë Zotit që është e gjallë nxitja në ne për të ruajtur jo thjesht kujtesën, por rënjën. Juve këtu dhe ka dashur shumicën për jush të shtrëngoj dorën jo ta përshëndes. Sepse mjekësia nuk është një profesion, është një karizmë, është një vokacion që shkon për ditë të folurit. Në panelin e diskutimit morën pjesë mjekët Aleksandër Picaku, Mira Rakacolli, Mart Pietri, Irena Kola dhe Gjok Gjoka, të cilët ndanë në refleksione mbi vlera dokumentare dhe shkencore të botimit. Është një atribut, po që më thënë janë mjekët, janë komandë, ata që sinjalizohen për herë të parë smundjen e silikozës në vlerën e Kurbeshit dhe jashtë përdoda me shok asaj kohe, që dha nga largë për te, por për pas e hapër, i pari që shtoj e gati rëzikoj burgun i ishte për Savasin e Nica. Autorët e librit, profesor Nikola Loka dhe doktor Pal Dodaj, folën mbi sfidat e procesit të përgatitjes së kësaj vepre, e cila pasqyron historinë e shëndetësisë në një periudhë të vështirë për vendin dhe për Mirditën. Mjekësia në Mirdit nuk lindi brenda një viti. Edhe ky libër nuk mendojmë se është mafilla për Mirdit. Por detyrimi ynë moral që këto histori të mos harrohen. Një popull që harron njerëzit e vet më të mirë, humbet busullën dhe vazhdimsinë e vetë historisë. Në përmbyllje të eventit, të pranishmit shijuan një program artistik nga grupi të rinjve të ansamblit Mirdita. Nikol, si e ndjerë me këte monografi në raport me gjitha monografi që ke bërë deri më sot? Ti ke sa monografi që ke bërë? Vlera e një monografie lidhet detyrimisht me problemin që trajton. Nëse trajton një individ, vlera e monografisë sa do i shquar që tjetaj, është më e vogël se sa kur trajton një rreth. Kështu që trajtimi i librit të shëndetësisë për Mirditën është një vepër, kuptimin e plot të fjalës, pavarësisht kush e ka bërë dhe si është bërë, sepse sjell një profesion të punonjësit të shëndetësisë, që është profesioni më human, sjell 2-3 breza, sa i takojnë brezat e shëndetësisë, sjell edhe gjendjen ekonomike, sociale, kulturore të një treve të caktuar dhe përpjekjet e saj për të ecur përpara. Ai që e lexon këtë libër, me të gjithë mangësitë që vijnë edhe për shkak të arkivave, sepse ne kemi qëndruar shumë strikt arkivit, nga mungesa e njohjeve personale, e kontakteve, sepse duheshin shumë kontakte për të bërë edhe në rrugëllim përkatës, ne na jepet një pasqyrë e qartë e zhvillimit. Ne krijojmë një ide se njerëzit tanë janë angazhuar dhe sapo u janë krijuar kushtet dhe mundësitë, i kanë shfrytzuar ato në të mirë të komunitetit vet. Dhe viti 90 na gjeti ne me mjek vendas, sepse jo vendësit u larguan natyrshëm në kushtet e demokracisë, dhe mjekët tonë vendas, dhe ata që dolën, e tani janë vendas prap, me shumë dignitet, me shumë përgjegjësi, në kushtet e reja, shumë të mira, në kushtet e një reforme që pavarësisht nga mangësitë që mund të ketë pas, është shumë efikase,
të na japin një shërbim shëndetësor funksional. Okej, shumë bukur. Nikol, të falenderoj për gjithë punën që ke bërë, edhe për analizën sot në këtu në emision. Ndërkohë që doktor Pali si mjek, si thushi pari pas 90-s që keni kaluar në ndarjen private, si përmarrjes dhe i pari që shkove në Tiranë. Dhe shkove me Mirdita Dental, një emër emblematik në shërbimin stomatologjik. Absolutisht që keni hes gjithmonë me kohë. Ne përmendim emra të ri, të rinj që kanë trashëguar, dhe doktori ka pinjollin e familjes, një djali talentuar, absolutisht i talentuar që kur flasim për Aurelin, duhet që ky mos flasim, po Aurelin po dhe vim ke stomatologjia. Aurelin, Arbenin, Leonin, në krahun tjetër kemi Erioldin. Erioldin, që është i shkëlqyer dhe përveç saj me specializimin. Po, përveç saj unë kam pa edhe atë klinikën e re që është edhe klinikë kirurgjikale me teknikën e fundit që përdoret sot në Evropë, edhe jam befasuar të them drejtën, por më shumë do të befasohem kur ta hapish doktor Pali, do të na aftosh aty. Dhe unë sot edhe shnimet, po të shihnim këtu me seri lapsin, ja që e kam këtu. Okej, ja këtu, e kam me Mirdita Dental. Pra Mirdita Dental është klinika e doktor Palit. Dhe të falenderoj doktor Pali shumë. Në këtë libër, kjo pjesa është pjesa më pak e zaruar në libër. Është e mundur që nuk po them nese, inshallah kemi gjatë e mendjen me punu akoma, e kemi në mendje me profesorin Nikolën që dalim me qenë se po na vjen mjaftu shumë material nga lexuesit, edhe nga ata që nuk e kanë emrin e tyre, po na vjen materiale, e kemi në dëshirë që ta ripunojmë një ribotim apo një volum të dy sipas materialet që do të na vijnë. Por kur flasim për trashëgimin, është ajo që më me integroi në fillimet e mia për ta nisur një gjë të tillë ishte sjellja e atij brezi që nuk është ma. Qoftë të rënë në kryq detyrës, qoftë të vdekur në mënyrë natyrore, por edhe këta mund t'i qysh tamam një brez që kanë dhënë shumë për shëndetësinë. Por brezi i ri është vërtet një brez që praktikisht sot është në rrugën e duhur. Është në rrugën e duhur. Kemi mjek të Mirditës të talentuar. Unë emrin e klinikës nuk e vuna për Mirdita Dentale, kam vënë tash 30 vjet. Edhe është ajo pjesa shpirtërore që më lidh me Mirditën, dhe kur adresova në Tiranë, e vuna këtë emër, me thënë të drejtën, popullsia e Tiranës nuk është, ka shumë pak, mund të shquhet për Dibran, për Korçar, për Gjirokastrit, por jo për Mirditor. Dhe unë e vuna emrin e vendit tim, sepse atë ndjeja. Por jam përpjekur që kjo klinik të ofrojë të paktën identitet. Unë të identifikohem si një Mirdita që kam për një shërbim që të vlerësohem personalisht, se kjo është punë personale, është klinik e imja. Por, a jam i kënaqur sot, nëse para se themelova klinikën para 25 vjetësh në Tiranë, 27 po bëhen, unë e mendova se kam arrit majet, por njeriu me të zhvilluar, me të punuar çdo ditë, po bëjmë një klinik të re. Dhe ajo do jetë shumë është bashkohore me gjitha infrastrukturën edhe pajisjet që po bëjnë. Okej, shumë bukur. Shpresoj që ti rritet emri Mirditës, po dhe me gjëra konkrete dhe gjëra shkencore, avangardë të tjerë. Por Flor me Qiteli bëjmë në të tjerë ti, Mirdita do të jetë në një hap me kohën. Shumë bukur. Ndërkohë që nuk mund të pa i mbyllur dhe kam me thënë drejta ditë në promovim me ka bërë shumë përshtypje fjala e Monsignor Arianit, edhe pse lidhet, sepse i ke disa kapituj që lidhen me shëndetësinë përmes kishës.
shumë rëndësishme dhe më çfarë roli ka luajt kisha, qofte arsimi, qofte përveç si tempullit të shenjtë. Kjo ka qenë qoftë në lëvizjen adhetare me radhë, por edhe për shëndetësinë. Dhe shumë rëndësishme edhe mu duk që Monsignor Arjani, cilin duhet ta përgëzojmë dhe besoj bim dakord së bashku, ta përgëzojmë për atë qasje kaq të bukur që solli, edhe pse ai kishte ngarkesën e ndarjes nga jeta të i pevrit të Sapës Simon Kulli, edhe të ish nuncit apostolik në Shqipëri, edhe neti disa kohë, por kapi një gjë shumë veçantë, cilën unë kam dëshirë ta risjell fjalën përshëndetse të Monsignor Arjanit. Ta ndjekim. Papa Leoni, në vizitën e fundit apostolike që ka bërë, ishte tapa e parë në Turqi dhe tapa e dytë në Liban. E Libani në flamurin e tij ju e dini ka quhet cedri i Libanit për mrekullinë që manifeston në bukurinë e vet Kyopem. Por Papa ju tha të lidhë, mos u skurajoni se nganjëherë cedri, pema mund të dëmtohet për arsye të trazirave, të luftrave që ju njihni mirë në lidhjen e mesme. Sepse ka një karakteristikë, nuk është si pishat që keni në për brigjet tona, pishat pra më mirë më thënë të ultë, jo të malit, i kanë rënjet e mbilla. Dhe mjafton rënjet sepse pastaj e ringjallërojnë jetën. Atëherë mora këtë shëndëltyre për t'ju thënë që juve këtu, dhe kam dashur shumicën për ju t'i shtërëngoj dorën, ju ta përshëndes. Përshëndet në me një qatë. Po t'i shtërëngoj dorën sepse mjekësia nuk është një profesion. Është një karizmë, është një vokacion që shkon për të folurit. Neve pas pak do premtojmë festën e Krishtlindjes. Dhe në festën e Krishtlindjes do të thuajnë fjalët e Ungjillit ku thuhet pastaj dhe fjala u bë mish. Pra Zoti ka kalu për te fjalës, ka kalu ke vepra. Jetojmë në një shoqëri të mbushur me fjalë, por gjithmonë më shumë larg me dorë. Gjithmonë më shumë larg nga përgdhelja, nga kura, nga shoqërimi, nga shtrëngimi, nga përqafimi, nga inkurajimi, nga bekimi. Dora. Dora diku për një vend, për një gjetpër, për një bisturi, për një fizioterapi, për një fëmijë që sapo vjen në jetë. Mos e harroni me të vërtetë, duhet ju janë shenjtë. Shohni kushrin timin aty që është skulptor. Ai ka një karizmë të jashtëzakonshëm. Thonte një shkrimtar i njohur italian, s'po për mendimin për respekt. Thonte, shikoni, skalpela, thonte, nuk është thjesht një instrument, thonte. Skalpela vetë është një art. Sepse thonte, skalpela tek dora e Michelangelos ka bërë mëshirë, dhe la pietà, mëshirë, zë e bekume, me këllë Jezu Krishtin dhe veprat, një ndër mrekullitë e botës. Po për dora ime që jam një shkriptar, thonte, kërkon mëshirë. Pra një çfarë ju duhet të them që duart e juaja për misionin që keni janë dur ku manifestohet mëshira e Zotit dhe në fakt Jezusi pikërisht kur identifikon veten e vet thotë sepse isha i smur e errët të më takonit. Jetojmë në një shoqëri ku edhe s'po vjedh më kohë, ku po zhvishet njeriu prej karizmës e po vishet me shumë fjalë, me shumë fasada. Unë jam shumë mirë Zotit që shumica atyre që kanë kontribu, jo thjesht për me bërë historinë pas të ngjitet në për libra, por me jetu, si që keni jetu ju, si ka jetu Kol Dodaj, një ndër pionierët, mendoj, e mjekësisë në aspekti i neonatologjisë në mjeditë, që ka kuru sa më shkri të njerëzve që ndoshta kanë zbulu më shkrit e mjerditës në ndokshme në pasurit e saj. Por unë jam një njohës Zotit që shumë prej jush, me të vërtet,
kanë entuziazmin akoma sot, ndoshta dikush në pension, ndoshta kanë entuziazmin me zbuluar që akoma e kanë një mision dhe po e mbyll. Sot isha me një monsinjor që është përgjegjës i dikasterit për bamirësi në Vatikan. Dhe po më thonte që Papa Leoni ka inauguruar pikërisht para 2 javësh te Kolonati i Berlinit, nëse keni parasysh kur hyni në pjesën në Shën Pjetër Kolonati, ka inauguruar një strukturë bamirësie, vetëm mjekësie. Dhe thonte, janë bërë të paktën 100 doktora romak që kanë dalë në pension dhe secili çdo javë ofron 4-5 orë nga profesioni vet, specializimi vet. Unë mendoj që në këtë kohë, ndonë se jetja për të pasuruar është gjithmonë demoniake, s'do na lëshoj kohë. Por mendoj që mund ta transformojmë këtë jetë. Pasurojmë me vepra dashurie. Prandaj ju bëj një ftesë, mos ngjelni ke libri. Ofroni ca orë të dhuntive që Zoti ju ka dhënë. Ofrojni ca orë, ofrojni ca orë, ju lutem. A rekuperoni kontaktin me njerëzit. B, gjeni prapë një njohëse kur keni dalë për pune, kanë filluar gjithmonë më shumë të paksu njerëzit që ju thoshin faleminderit. E C, përgatitni autostradën për Zotin. Se duhet mira pak më radhë dhe sej. Tu rrugë për në promtojnë, po s'po në bojnë. Paktën të ndërtojmë atë me Zotin. Mirë, shumë urime ju përzë. Faleminderit. Mirë, kjo ishte përshtetja speciale e Monsinjor Arjanit, e pashtë ishte edhe i prekur, po që edhe i knaqër për mënyrën se si organizohet palë. Kjo kur i kemi dorëzuar librin, basi është doli nga botimi, i kam dorëzuar një kopje të librit. Dhe kanë të gjysmore duke e shfletuar për ta pa atë dhe më tha, kur të bësh promovimin, tekstualisht ka qenë, promovimin e librit, për këtë libër, promovimin e librit ke sallën tonë të promovimeve. Dhe unë aty jam ndje mirë, sepse thash, klinika të mira e profesionistë të mirë e kena. Ne kena në Lezhë shërbimet elitare për shërbimin nëna fëmija maternitetin e Lezhës, ku doktor Leoni është tamam ka rrit nivelet më të larta të një profesionisti mjek obstetrik, ginekolog, i nivelit të lartë. I referohemi rrethave të vogla me shërbim cilësor, sepse shërbimin e ofron njeriu, nuk e shërben aparaturët. I smuri kërkon njeriu në ke koka, nuk kërkon aparatura pajisje. Ama ai promovimi i librit aty, unë do ta falenderoj Zot Arjanin për atë, edhe për fjalën që na tha aty, edhe për gjithë pjesën shpirtërore që na rrezatojnë përshëndetjen e tij. Ndërkohë që Thedhi i shpreh që domethënë nuk janë aparaturët që e bëjnë mjekun, nuk janë aparaturët që e bëjnë shërbimin vërtet ato duhen, por është njeriu, është qenia humane. Edhe unë du ta mbyll këtu një kohë që të bëj një apel atyre që na dëgjuan dhe sidomos. Do kisha shumë dëshirë që këtë emision ta dëgjojnë edhe ata që shërbejnë në Spitalin e Rrëshenit. Dhe kudo që shërbejnë, po sidomos Spitalin e Rrëshenit, për të thënë dhe i gjatë, sepse i kanë kushtet model. Dhe do ta mbyllim përmes disa pamjeve që do sjell regjia se si janë kushtet e Spitalit të Rrëshenit me pak njerëz, atyre pak njerëz që janë, po edhe çdo gjë që ndodh, aksidente që ndodhin në autostradë. Çfarë përmbledh ajo zonë, Spitali duhet shërbejë në perfekcion, sepse ka kushte të mrekullueshme, të paimagjinueshme nga mjekët e klasit të lartë që ne kemi pas veteranët e mjekësisë Mirlidhës, që u kanë munguar këtë lloj kushtesh edhe kanë bërë punë heroike dhe shkencore. Njëkohësisht i kanë bërë të dyja. Tani nuk mbetet me bërë punë heroike, punë humane, sepse kushtet janë shumë të mira. Edhe prandaj themi kalim nga historia e arkivave që na ka sjellë Nikolla, te historia sot se si kemi ambientet e Spitalit, dhe uroj që shtësia e Mirlidhës të vazhdojë në një rrugë të mirë në rabën e mjekëve më të mirë, të shërbyesve më të mirë të shtetit popullit
në vite edhe në mijë vjeçar. Edhe unë zotoj me Nikollën se këtë pjesë edhe djesi këtë pjesë duhet ja kemi Boris Mjeditës për ta bërë edhe diçka më shumë. Përveç se atë që është më e vogla që mund të bëjmë, të paktën edhe një promovim, të paktën të mbledhim atë pjesë që s'kan patur mundësi të vinë në Tiranë. Mirë, shumë faleminderit Paul, shumë faleminderit doktor Nikolla. Ishte kënaqësi që ishim në këtë emision së bashku. Atëherë, nderuar teleshikues, ishim sot me librin Historia e zhvillimit të shëndetësisë në Mirdit, një kuvend për shëndetësinë mund ta quaj, pse jo? Mund ta bëjmë dhe unë kam shumë dëshirë që disa mjek të vinë edhe këtu në kuvend dhe të flasim për sektor të veçantë, për tema që kanë nevojë publiku për t'i pas në trajtesa edhe përmes valve të Akroris TV dhe në emisionin posaçërisht në kuvend. Rishikimi sërish të premten tjetër.